Intelektual të zonës, kryebashkiakët e Finikit, Gjirokastës e Sarandës, drejtuesit e prefekturës dhe qarkut Gjirokastët, nënprefekti Sarandës, si dhe konsulli i Greqisë në qytetin e Gurt, ju përgjigjen pozitivisht testë sekretarit të Bashkisë Dropull, zoti Dimitri Toli, për ceremoninë e akordimit të titullit qytetar nderi kolegu dhe miku të gjithëve, kryetarit të Bashkisë Ajas në rajonin e Larisës në Greqi, zoti Antonis Gudaras. Kjo ceremoni organizua pas vendimit të Këshillit të Bashkisë Dropull për të nderuar të kundëndodhurin Antonis Gudaras. Shpalim që kjo të ndarë nderi të bashkisë me motivacionin se si kryetarëve i në zonën të Vogonit në Greqi ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në programet e ndryshme dhe direkt me dhënien e shumë ndihmave për zonën tonë, që ishin mjaft nevojshme dhe të domosdoshme. Çfarë do që i është kërkuar, ka ndërhyrë për këto institucionet e ndryshme dhe na kanë ndihmuar. Kjo e bën atë të jetë tamam qytetar nderi i zonës sonë, sepse ka punuar dhe ka punuar si kur të ishte qytetar i kësaj zone. Prandaj menduam si këshill me kërkesën e kryetarit të bashkisë, si këshill bashkiak të japim atë titull qytetar. Mendoni se kontributi i zotit Gudaras do të vazhdojë edhe në të ardhmen kur mos jetë kryetar bashkie? Unë e besoj, derisa punoi kaq shumë, na ndihmoi aq shumë kur nuk kishte qytetar, se tash neve do ta quajmë si qytetar të zonës sonë, të Dropullit dhe të Vogonit, besoj se tash ndihma do të jetë më e madhe. Kryebashkiaku nga Larisa mbreti në Dropull i shoqëruar nga shumë bashkëpunëtor, por edhe me familjarët e tij. Ndihem shumë i emocionuar sot. Kam 32 vjet që shërbej në pushtetin lokal dhe jam mësuar të jem më shumë njeri i veprave dhe më pak i fjalëve. Jam mësuar të zbuz sa më shumë dhimbje dhe qytetarit dhe të çdo banori. Bashkëpunimi me ju, me bashkitë e Dropullit, Finikit dhe të Gjirokastrës ka filluar para pak vitesh nëpërmjet projekteve të Bashkimit Evropian. Tashmë jam njëri prej jush dhe do të vazhdoj të jem zëri juaj në Komisionin e Rajoneve në Strasburg dhe në Bruksel. Pas ceremonisë së akordimit të titullit, përshëndetën disa prej të ftuarve të nderit, ndërsa veshjet karakteristike të zonës dhe mikpritja tradicionale dropullite krijuan një atmosferë të veçantë dhe festive.